Në Malsi, që nga viti 2015, funksionon shtëpia mortore, e njohur nga qytetarët edhe si funerali i Malsis, i cili ndodhet në Vuksan Lekaj. Një hapësirë ndërtuar për të ofruar kushte më të rregullta dhe më dinjitoze për përcjelljen e të ndjerëve. Ndërtimi i këtij objekti erdhi si rezultat i një nevoje të kahershme të banorëve të Malsisë, pasi për shumë vite ceremonitë mortore organizoheshin nëpër shtëpi private ose në hapësira të papërshtatshme, gjë që shpesh e vështirësonte organizimin për familjet në momente të ndjeshme. Ky projekt u realizua fal kontributeve të qytetarëve dhe mbështetjes së diasporës së Malsisë, duke dëshmuar solidaritetin dhe bashkëpunimin që karakterizon këtë shoqëri. Sot kjo shtëpi mortore shërben si një hapësirë e përbashkët për banorët e Malsisë, duke mundësuar organizimin më të rregullt të ceremonive mortore, kushte më të përshtatshme për pritjen e familjarëve dhe lehtësimin e barrës organizative për familjet në momente të vështira. Më shumë rreth funksionimit të këtij shërbimi, shërbimeve që ofrohen, investimeve dhe sfidave me të cilat përballen, biseduam me udhëheqësin e funeralit Marash Camaj, i cili theksoi se aktualisht në këtë institucion janë të angazhuar 2 persona, ai si udhëheqës dhe një person që kujdeset për mirëmbajtjen e hapësirave. Ndërkohë, në kuadër të shërbimeve funerale, është i angazhuar edhe Zef Nikaj, i cili merret me procedurat mortore, transportin dhe përgatitjen e ceremonive, ndërsa shërbime shtesë ofrohen edhe nga Lulishte Matea, si rregullimi dhe zbukurimi me lule sipas porosisë së familjarëve. Një përshëndetje nga ana ime, juve, personit të televizionit Bojinit dhe Bojinit. Ky funeral funksionon në mënyrë që me të vërtet nuk kem pas kur problem tash 10 vjet me kurkan, as ka ankesë në atë nënë, për shembull, asnjë njeri, pse në filë kur e kam marrë une, funeralin e kam vënë njësoj ligjit ashtu që kush vini pari, ja i ka drejt me e qetë hatërin me rend. Të më thonë, deri sot nuk ka ndryshua kur gjatë. Më thonë, s'ka ndryshim, as ka me ndryshua sa atë janë më këtu. Kushtën, veçarisht e kam edhe këtë mimësin këtu, këtë që punon, këtë me vërtet paguat qiran, por e ka një aty, por aj me vërtet i krye punë që fantastike. Pa kur farë problemit, pa që me vërtet dhëtë një alëndorën Malsia që e kemë këtë farë punëtore dhe çfarë njerit që i punon të. Cilat janë shërbimet kryesore që ofron ndërmarrja funerale? Funerali i jepet për shembull këtu se ai jepet mundësia, jepet çelësin kur të vjen familjes, jepet çelësi, çdo gjë që ekziston këtu i ka në dorë, domethënë e udhëheq vetë, jo tjetër kush as ka lidhje me atë punë funerali as pak. Ajo është shtëpia e tyre, e mirëmbajnë për ato dita, 2 dita, sa se vazhdojnë, edhe kështu që s'ka kur farë problemi. Po të thëmë, me jashtë janë rregull ashtë, sa e kem ashtu, që me të vërtet hala problem s'kem pa. Dhe më thë s'kem pa asnjë problem, asnjë ankesë. Që të ka Zefi, këtu se edhim se ka ma shumë ka ashtu. Por, këtu me të vërtet është i rregull që janë vunë, edhe dhe të mesin deri sa të jam të kur, se më baj besim që kom e shku shpejt për e këtyte, kështu që kush vinë mas met, kanë me të zgjellë Malsia, se s'm ka të zgjellë kur kush ashtu, atër kur më kanë zgjellë Malsia, Malsis kemi jalan edhe pjekë. Kjo në funerali i Malsis, se dikush e përmenë se në funerali Uksalekaj, jo, ekziston venin Uksalekaj, por nuk është i Uksalekaj, edhe pse Uksalekaj kanë merita për këtë funeral, po të regoj se kanë merita, se ja kanë 20 vetë, edhe vetë s'kanë mujnë me e kryo, s'kanë mujnë me e kryo, bës të ka dhe Malsia me ta. Janë bashkërëngjit tanë Malsia, si këtu në Malsi, ashtu dhe diaspora. Edhe ja vrisë nërën të tanëve, edhe po të thëmë, ka ona eme,
kjo është bankua mënësia. Po thëmë, kjo është bankua mënësia. Mund të mësojmë se sa kushton mesetarisht një funeral dhe nga çka varet çmimi? Na çmimin se kem tërnua unë. Se kem tërnua qysh me 2016, e ata e kanë pagun jo unë, se unë s'vek në çmime, çmimet janë 300 euro. Anke me 2016 300 euro është edhe sot, se me të kazua de facto, që? 300 euro. Do të thënë 2026. Se tona janë të vjetuar, mos mendoni se këtu s'ka kur gjëna pa violenca, as kur gjëna pa shkem, direkt mundesh do kush i fëmijë pe malësiet 5 vjeç për pjetë që din me fol, mundet me ardhe, mundet me telefon, 30 faqe i ka këtu për 10 vjetë, edhe s'ka probleme. Do të 300 euro nata, por e gjithë ceremonia martore? 300 euro edhe 5 ditë në kjoftë. Në thanë s'ka aty, kur farë problemit. Nuk është rritja, as rritet as kur gjë. Për fatë keq, ne kemi gjë për shkakun se s'kem mujë me regjistrua këtë objekt. Se ky i ndryshe, i të dicu, ti të kanë, tash e paguajnë këtu. Aty kënë mujë me pagua edhe me qilë dhe kasën këtu, ose me që për kryeban këtë me pagua. Por aty kimi u shtërqua në çdo gjë, po të thëmë se dikush thot pse atena. Aty kimi u shtërqua në 300 euro, kimi u në atëri kanë thënë porezit, tash i thomë PDV, se njëjta gjë është, 21% kime vjen me zmadhua mas paktit për shkakun për ato, për familje. Po, a ka ofertet të ndryshme shërbimesh sipas mundësive financiare të familjeve, të në cilat të raste? Ja, ato që s'kanë mundësi që di mo, ata japin propozimin që me lirua. Kush vendos për këtë? Funerali, unë si u hesi funeralit. Se dikush duhet me përdor atë fjalë, se nuk ja leja ju. Mos mendojnë se si kanë leju kur kuj, kur gjë. Asgjë. Por as dash dikush e dikush nëse unë jam unë këtu, si u hesi këtina. Do të ka patur raste që janë liruar pothuajse nga gjithë pagesa. Po nga pagesa. Edhe po tregoj me cifër sakt. Më thash edhe për vjet, sa ashtu po s'ka lidhje, 38 familje për 10 vjet janë. Që 2016, 2017, 2018, 2019, 20, me 20 s'kem pa, 20 ishin 2, atër 22 ishin 5, 23 ishin 5, 24, 5, 25, 4, edhe tash në fillim 26, 2. Por emnat, unë nuk kam dëshirë me jo, asësh. Mirë, si përdoren në mjetët që grumbullohen nga pagesat e funeralit? Qëre, këtu duhet me pas gjithçka. Qka lypet për shembull, për pastrim, duhet këto që me vërtet shkojnë bajagi, tash edhe janë shërquar bënë ashtu, paguhet rryma që në sezona, më varet për sezonet, veçarisht dimnit, me pahatra shumë, deri 500 kusur euro në muaj. Rryma veç. Që tash muajnë, ashtu që s'kem pa forçun e 5 kësër me gore shkurt, 313 euro. Edhe për smeqe, për to beturina paguajnë 56 euro, i kanë shtua. Janë ka 39 e diçka, ta kanë bërë tash komuna jonë këtu. Se këtu paguajt për shkakun që atër janë rrogat, që janë harxhimet më të mëdha, por çdo gjë aty qyre për shkakun PC në gusht 2025, 532 euro. Pra ta duhet me di sa duhet me harxhua këtu. Edhe rrogat janë që marrin në bajagi, veçarisht tash i kemë pa zmalluar rrogat, kështu që me vërtet atë sa pastruesa që pastron këtu edhe unë si udhëheqës. Mirë, për rrethësisht sa varrime realizon brenda një viti në majtësi? Pa më varet për viti, që për shembull tash në kyt, që tash me 26-ën, se tash është i treti muaj, sa kem tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Për 3 muaj. Varet për vitit, inshallah kanë me ka dhe ma pak. E ka vjetë që ma shumë, ka vjetë ma pak, sa është 30, 16, 19, varet si është vjetë jadin. Po, a janë bërë investime në kohët e fundit këto?
Pa investime bahen se të prishet diçka, prishet edhe tash bile kësirë me diçka atje mrapa se do plaka që i kanë pagu atër ku në fillim, diçka tash në dhëtë më shku se të sa të dalin kohet me marrë i mjeshtre me regullo se me dërtet. Në kanë pashti ujë të dyrt ka, kur ka veçeresh, kur ka rashi me veri lindje, e ka busht në ujë. Po për rrisë ma gjeti këj mjeshtër, ka ardhe ma mi ka godite, s'ka problem. Duhet me këtu ka pak, nuk është aje shumë, por duhet me ashtu, duhet me dërtet. Po, kush është përgjegjës edhe për mirëmbajtjen, ndoshta edhe të oborrit? Unë paguaj, se s'jam i zoti me kosit, paguaj, gjajt, asë të konfron këtë me ardhë me kosit, se dhe ta s'ka pa nevoj me këse nga dim, një s'ka dalë vaj, tash ja ka njës do fjo, këj ka, po vjen synë ata, i thash se të erë e kësyrje, tha ka marrë, po para ta në s'mu në marrë. A janë kapacitetet aktuale të mjaftueshme për nevojat e mendësisë? Po, për ata në këtë vetë që e kemë na, po të kuma se tu, në tonë botë se kanë. Na menojnë se Amerika e zhvillume, është ma shumë se ne, po na e kemë kaluar tonë Evropë, se Amerikë me të vërtet me këtë objekt. Se janë tona kushtet. Tu mundet me lajë mojdit ndashtë. Sa tu e thamë kush me qitë. Po sa është e vështirë të menaxhojnë disa hatre në të njëjtën kohë, por siç përmendet më parë kush lejmërohet i pari? Ja, po kush të bjen familjarin, i pari aje ka përparësi. Aty s'ka. Vele mundet, edhe ata mundet, nëse vdën me prisëm, kanë vëllasë rastesh, kur për shamu një grudës e ki prunë nanë, edhe e guni aty që e zefi e din, edhe më thot njëri, edhe i grudësit, po s'janat me emen, më thot, s'munëm me prit, ashtu, mos më shme prit, thëm, po shazot se e ka qitë, thëm, nanë këtu. Po, diçka, thëm, e një filian, po. Unë atu atë s'munëm me ndrua aty as pak, edhe pik. Po, thëm, kom ti e shtu se do me shtu pak se ka në familjarë në Amerike, ashtu. E ka thira ata, i ka tha po, edhe unë lajpe atje, ka hartu, e ka hip nanë, e ka shtu prap aty, e ka vun atë. Po, tana me, ashtu, ke mundësi, janë që i kanë godit bite e Margjelosit. Funerali ka mundësi që mu dalë për gjysme që 2 hatra, s'ka problem. Se kem tanë ato. Qëri që ta mund të shkoj me pa, se aty janë në koridor, janë të trune. Po si i adresoni apo menaxhoni ankesat apo problemet që mund të paraqiten? Për zotën, hala, kus ma në bua. Unë thaqë, kjo vek bua. Malësia. O të kumaski. Ka ana e me, kjo vek bua. Por asun nuk i kom ban kuje kas që është me pengua diçka, por e kanë krye punë edhe janë këtë në regull me atë punë. Janë mundua gjithmonë, edhe ta po të regoj. Mua për shambull që o din edhe këse ma shumë i kur ishin me pagudoshin me qarosa, me dhanë ashtë mua diçka. Unë si ka marrë kuj njëtë, një cen, një peni, unë thosha që kur të më shishin kafe, më shishin e mund që ma paguj kafe. Edhe ke krye me mua, s'ka. Për ata po të thëmë mos, janë pjoshin bekbo, po të thëmë, pjoshin bekbo. Si pas jush, sa ka ndikuar eksistenca e funeralit në lehtësimin e barës për familjet në momentet e vështira? Për zotën, ata e dihet, mirë se ne e dim për para, tu ofrëni mullani, tu të krinjit, nërë qadra, ose pa qadra, tu rashinjat mlaja, e ujtë deri në gjumë, e kanë qitë hatrat për një valë e për atena, që janë për gjanë katastrofë. Sot, vim si zotni, pa u lagë, pa kur gjanë, ta në kryem ato të ceremoni që lypet me i krye, edhe e qojmë të ndjerin atje në vend për jetë shumë ku shkanë. Në kadër funeralit egzistojnë shërbimet mërtore edhe lulishtja. Ata janë me qira, paguajnë qiran, lulishtja paguajnë 100 euro, zefi 200.
Përshëndetje edhe për televizion bëjnë për ju stafin krejt. Procedura është thirr familja për shembull, tash në çdo kohë, to kanë ditën, to kanë natën, to kanë 2-3 natë, por kjo është zgjatë që është mirë me e krye. Vetë kisha e mujë mes me e krye, por nuk e baja gjë se punoj me popull vet, në malësi, me shqiptarizëm, edhe çka është me mallja e dekja s'ka nuk dihet kur vjen as kur të kanë. Sa kohë zakonisht qëndron trupi në komor dhe në çfarë kushte ruhet? Trupi mund me qëndrua bollën në komor. Ka për shembull njështë që si thomë në zunqit apo diçka kur me plas të njeri, atër në shtirë me citrua. Atër do të me i ba varrimet para kohet, veç po, kur s'ka diçka prej gatne që janë shtira, muj me citrua gjatë. Muj me citrua sa duesh 10 dit, i muj dit, sa duesh sa është komore që nuk ka problem për ta. A janë do të kushte teknike dhe higjienike si pas standardit? Po, me siguri po. Për me marrë veshje me familje zi që ka kryet në regull, që ka është me mallja, është familja kryesore, që duhet mu të vetë aty, a vetë për pas mundësia se me muna me mësua, sa do ku do sa pak. Po si realizohet transporti i të ndjerit nga spitali apo shtëpia deri te Vareza? Po, veç më lajmërojnë mua, ale unë shkoj i marrej, u baj pak ndihmë sa do ku do familjarve, edhe vazhdojmë, e bajmë procedurën, për shembull 2-3 orë, 4 orë, e bjem e shtimën këtu në Hladnjaç, edhe vazhdojnë të rrini aty, edhe pas aty në atër, kur të kanë qe, për shembull që e caktojnë ditën e hatrit, apo hatrin, atër i bajmë ato zana këtu tonë së bashkut, me familjarë, edhe s'ka problem. Po ndodh shpesh të transportoni të ndjerë edhe jashtë Masis, apo vetëm në Masis? Për para kam transportua boll, për para më ka të kua me shkua në Kroaci, më ka të kua me shkua në Kosovë, në për Shqipni, në për Serbi, për para. Tash 10 vjetë telefonit nuk shkoj. Nuk shkoj se pritoj me vozit larkë edhe nuk i baja të zana ma pak shumë. Dhe për fund të sa vështirë është emocionalisht kjo punë dhe si përballeni me situatat të ndryshme? E kollajsasht se nuk di që ka me i thakuj se i ka pa vetë në familjarët e mi, i ka pa shumë rastë të shtira, që nuk janë të kollajt asë pak, por duhet të jemi për paluat të tana, edhe me vazhdo për para. Ka emocione, ka gjdo familj me kelle, edhe prindi, kura prind, apo familjari, kura familjar, emocionet janë shumë të mla, do të me i kuptua, do të me padurimin, atër bëjtë gjithë ka në regull. Emocione ka shumë të mla, pa marë parasysh, se jeta e ka të vetën, por jemi bitë e asaj zënë tanë. Lascia